Prej shumë vitesh, një ndërtesë madhështore në qafën e Kasharit në Tiranë ka tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve që udhëtojnë nga kryeqyteti drejt aeroportit apo jugu të Shqipërisë. Me një stil perandorak dhe investim shumë të shtrenjtë, ajo ndërtesë nuk duket se është vendosur asnjëherë në funksion. Në foto, godina Amadeus Palace në Kashar, Tiranë. Pak ditë më parë, Amadeus Palace është bllokuar pasi shoqëria me të njëjtin emër nuk ka shlyer prej më shumë se 2 vitesh detyrimet ndaj një kompanie nënkontraktore. Shuma e borxhit është rreth 15.000 euro, ndërsa pronarët Besim dhe Elisabeta Elshani duket se janë në vështirësi financiare për të përballuar shpenzimet. Bashkëshortët Elshani janë prezantuar si zotrues të kompanisë IFC SHPK, pronare e Amadeus Palace SHPK, ndërsa në regjistrin publik të pronarëve përfitues nuk gjendet asnjë shenjë e tyre. Bllokimi për borxhe. Në janar të 2026-s, kompania Eurobeton 2005 kërkon nga gjykata e Tiranës lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për faturat e papaguara nga shoqëria Amadeus Palace. Borxhi, rreth 1.5 milion lekë të reja, vijonte i pashlyer që prej vitit 2023. Në 23 janar 2026, gjykata e Tiranës pranoi kërkesën për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit. Për 3 muaj, pronarët nuk e kanë zbatuar detyrimin financiar, ndaj një përmbarues gjyqësor ka urdhëruar bllokimin e aksioneve të shoqërisë Amadeus Palace SHPK. Pronarët e Amadeus. Boldnews.al konstaton se të gjitha fazat e pronësisë lidhen me Besim Elshani dhe Elisabeta Gjoni Elshani. Bashkëshortët nga Kosova kanë themeluar kompaninë Amadeus Group në vitin 1997. Në vitin 2011, aktiviteti për ndërtimin e Hotel Palace kalon tek Amadeus Palace. Në vitin 2015, aksionet transferohen tek IFC SAS në Francë. Në korrik 2016, kalon tek MB Group SHPK dhe në tetor 2016, rikthehet sërish tek IFC. Në vitin 2018, aksionet transferohen tek IFC SHPK në Kosovë. Në vitin 2022, Amadeus Palace ka pezulluar aktivitetin dhe tashmë është e bllokuar për shkak të borxheve të papaguara.